Unë jam i përgjuar nga Maqedonia dhe në ato përgjime shihet qartë se si flas me deputetët për të votuar gjykatën speciale, jo që ajo të devijoj apo të krijoj dëshmitar të rrem, por që e vërteta të dalë në pa, e vërteta që është e fshehur në librin e verdh, u shpreh Ahmeti. Ai theksoi se nuk pranon që ushtria e çlirimtare e Kosovës të gjykohet për ngjarje që sipas tij janë të inskenuara nga vetë shërbimi serb. Si mund ta gjykosh UÇK-n për rastin e Pejës, ku u vran 9 serb? Më vonë doli se ishte vetë organizimi i shërbimeve sekrete serbe, ashtu si rasti i Martinovićit që dhunoi veten dhe akuzoi shqiptarët, deklaroi ai. Ali Ahmeti ngriti shqetësimin se shumë prej akuzave që rëndojnë mbi shqiptarët janë pjesë e dezinformimit nga shërbimet e fshehta serbe. Ai shtoi se qëllimi i tyre nuk ka qenë kurrë të bëjnë krime, por të ndërtojnë një strukturë të organizuar ushtarake për mbrojtjen dhe çlirimin, gjë që nuk u arrit plotësisht për shkak të dinamikave të kohës. Objektivi ynë nuk ka qenë të ndërtojmë strukturën ushtarake, por nuk arritëm te ky objektiv sepse zhvillimet ishin aq të forta sa gjithkush vepronte ku donte, nuk u arrit të krijohet një hierarki por një ushtri të mirëfillt, tha Ahmeti. Ndërsa në Maqedoninë e Veriut ka filluar fushata për zgjedhjet lokale të 19 tetorit, Ali Ahmeti, kreu i BDI-s, i cili këto zgjedhje si një referendum shqiptaro-maqedonas, ndërsa shigjeton kryeministrin Hristijan Mickoski, duke thënë se ai nuk mund të bëjë sukses në politikë në kurrizë të shqiptarëve dhe pa respektuar legjitimitetin e tyre. Ai tha se i ka bërë thirrje Vlenit që do të rishet nga koalicioni me Mickoskin për t'i dhënë fund politikave të degradimit të çështjes shqiptare dhe se ka propozuar që gjithë faktorët shqiptar të bëhet bashkë rreth një platforme në mbrojtje paqësore të marrëveshjes së Ohrit. Tetori është referendum shqiptaro-maqedonas. Nuk mundet Hristijan të jetë i suksesshëm në politikë pa respektuar legjitimitetin e kombit shqiptar në Maqedoninë e Veriut. Këto politika të degradimit të çështjes shqiptare nuk i bojnë mirë as Hristijan Mickoskit, as shqiptarëve që ai ka aty të palishëm. Ne ju kemi bërë thirrje disa herë partive Vlenit që ta braktisin koalicionin dhe të bëhen të gjitha bashkë rreth një platforme në mbrojtje në mënyrë paqësore të marrëveshjes së Ohrit. Politikat e suksesshme bëhen me politika që kanë legjitimitet, përfshirja e drejtë, demokracia konsensuale janë bazat e marrëveshjes së Ohrit. Ne nuk duam të bëhemi shkaktar të krizave, duam të kontribuojmë dhe kemi kapacitete që ta shtyjmë vendin përpara, tha ndër të tjera ai. Ali Ahmeti tregoi një detaj të takimeve me Mickoskin, ku tha se ky i fundit fillimisht në një takim kishte propozuar që në të njëjtën kohë me zgjedhjet lokale të tetorit të zhvilloheshin dhe zgjidhje të përgjithshme të parakohshme, ndërsa më pas kishte ndryshuar mendje.